Në kuadër të nënshkrimit të peticionit për gratë e dhënuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, për të dhënë mbështetje sot në Gjakovë qëndroi zëvendës kryeministre e Kosovës Edita Tahiri, e cila e pa nga afër nënshkrimet e peticioneve. Mesazhi ynë për Gjakovën, qytetarët dhe për rrethinën është që sa më shumë në mënyrë masovike të dalin të japin mbështetje për peticionin, i cili ka për synim që të kërkoj nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe nga faktori ndërkombëtar që të përgatitet një raport zyrtar për atë se çfarë ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës nga ana e okupatorit serb dhe forcave serbe. Këtë peticion e ka përkrahur edhe komuna e Gjakovës dhe me këtë rast kryetarja Kusari Lila potencoi rëndësinë e nënshkrimit të tij. Grupit punues do ta mbështet në shkrimin e peticionit. Konsideroj se është tepër e rëndësishme që historia të plotësohet me të gjitha elementet e krimeve që kanë ndodhur në Kosovë, në veçanti edhe në komunën e Gjakovës. Komuna e Gjakovës në një statistikë të prezantuar më herët edhe nga Instituti për Krime të Luftës ka qenë një ndër komunat me rastet më të shpeshta që kanë ndodhur të dhunimeve gjatë luftës. Në komunën e Gjakovës, peticionet janë duke u nënshuar nga qytetarët e Gjakovës, ku janë vendosur 2 tenda, një në qendër të qytetit, një në Qarshinë e Vjetër. Ndërkaq, zëvendës kryeministra Tahiri, duke folur për bisedimet e deri tashme me palën serbe për dhunimet e femrave në Kosovë, potencoi se deri tani nuk ka folur për këtë çështje. Në kuadër të bisedimeve, në fazën e tretë, pra dialogu do të vazhdojë siç e dini. Në fazën e tretë do të jenë temat që kanë të bëjnë me reparacionet e luftës, si dhe me procesin e sukcesionit, me fjalë tjera të drejtën e Kosovës për trashëgimni nga shteti që nuk ekziston më, nga ish Jugosllavia. Përndryshe, Tahiri sot gjatë gjithë ditës ka vizituar disa qendra në Kosovë në kuadër të sensibilizimit të opinionit për nënshkrimet e peticionit.